Në një periudhë 3 vjeçare, 457 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku. Analiza e entit shtetëror të revizionit përfshin periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2023, kur kanë ndodhur 31.176 aksidente në rrugët e vendit. Revizioni vlerëson se ndonse merren masa për të përmirësuar sigurinë në trafik, ato nuk po kontribuojnë në uljen e numrit të viktimave. Revizioni ka identifikuar zbatimin e ngadaltë të aktiviteteve të parashikuara në 2 strategjitë nacionale të sigurisë në trafik, gjë që nga ana tjetër shkakton zgjatje të afateve, përdorim jo efikas të mjeteve, krijon shpenzime të reja dhe nuk mundson arritjen e efekteve të pritura për rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e numrit të aksidenteve në trafik, thon nga enti shtetëror për revizion. Qëllimet për rehabilitimin e rrugëve kombëtare dhe rajonale nuk janë arritur, ndërsa parat janë shpenzuar, thonë revizorët. Gjithashtu nënvizojnë si sistemi qytet i sigurt nuk përdoret për të dokumentuar shkelet dhe për të shqiptuar gjoba, megjithse është funksional. Nga viti 2019 deri në vitin 2023, 37 milion denar para shtetërore janë shpenzuar për fushata për përmirësimin e gjendjes së rrugëve, ndërsa vetëm në vitin 2020 Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë pleu software dhe pajisje në shumë prej 7.3 milion denar, por ende nuk ka rezultate në terren. Analizat dhe inspektimet e kryera lidhur me sigurinë në trafik nga ekspertët e angazhuar për nevojat e revizionit tregojnë nivel të lartë rreziku në pjesët që i përfshin analiza sinjalistik horizontale dhe vertikale jo të duhur, mirëmbajtje të dobët të rrugëve të cilat mund të shkaktojnë aksidente trafiku me pasoja, thon nga enti shtetëror për revizion. Revizioni në fund jep rekomandime për përmirësimin e situatës, ndër të tjera kërkon aplikimin e një sistemi për monitorimin dhe vlerësimin e efekteve të masave dhe aktiviteteve të zbatuara nga institucionet.